Skandali me lule shtrydhet e kontaminuara ja kur hyn në tregun ton ngarkesat. Pas skandalit të fundit me 8 ton fileto pule të kontaminuara me salmonel të importuara nga Brazili, alarmi për sigurinë ushqimore në Shqipëri është thelluar edhe më tej me një tjetër rast shqetësues. 3 ngarkesa me lule shtrydhe të ardhura nga Greqia kanë rezultuar të kontaminuara me pesticide të rrezikshme për shëndetin e konsumatorëve, duke u bërë kështu objekt hetimi nga Komisioni Evropian RASF. Sipas të dhënave të publikuara, një nga ngarkesat ka hyrë në Shqipëri në 1 prill, ka rezultuar me mbetje të pesticidit klofentezin, një substancë që përdoret për luftimin e merimangave në bim. Kjo substancë është ndaluar në disa vende për shkak të toksicitetit të saj të lartë. Një tjetër ngarkesë e importuar në 17 mars ka rezultuar me mbetje të 3 pesticideve të ndryshme, ciprodinil, avermectin bla dhe fludioxonil, të gjitha me rrizë të lartë për organizmin e njeriut nëse konsumohen në sasi të konsiderueshme. Ndërkohë në 5 mars është konstatuar edhe një rast i tretë ku ngarkesa me lule shtrydhe përmbante mbetje të heksithiazok, një tjetër pesticid me potencial rrezikues për sistemin nervor dhe endokrin. Ende nuk është bërë ditur se si e saktë e lule shtrydheve të importuara dhe nëse ajo është përndarë në treg për konsum. Autoritetet shqiptare kanë informuar dhe njoftuar se operatori i biznesit ushqimor ka informuar subjektet që kanë marrë produktin ta rikthejnë.